A ka hadithe rreth autizmit? Më ka sprovu Zoti, elhamdulillah, diçka e lehtë. Allahu ta letoft nëse e ke për vetja këtë pyetje apo për dikën prej evlatëve tu. Allahu t'i ruajt ata evlat t'i boft hallalit. Nuk ka hadithe që përmendin autizmin, por ka hadithe të përgjithshme që në akhiru zaman, para kiametit, shtohen smundje të ndryshme, telashe të ndryshme. Çka këshillojmë? Ne këshillojmë që me i lyp ilaçin përmes rrugëve halal, përmes formave halal, qoftë forma fetare, me dua sadak, edhe format mjekësore të vërtetuara që mos me lujt njerëzit me juve. Pastaj më ik aty në alternativave konspiracioniste të disa njerëzve që mundohen me i keq përdor këto raste për përfitime personale. Edhe në aspektin fetar, edhe në atë mjekësor. Kujdes, kam pas rast kur ka njeri e ka marrë dikush kince, ai mundet me i shëru. Me doa të caktuara, e ka marrë me vitet të tëra, duke i marrë pare, derisa kam kontaktu me ta, jam taku, edhe elhamdulillah, s'pako jam mundu me e bind, apo e kom bind, që më u largu prej ati njeri, thjesht për t'i marrë parat, me vitet të tëra dhe s'ka bo kur gjë. Prandaj, keni kujdes.